Bravo, bravo. Atëherë, më fal. Unë si njëri që kërkon ndjes, juve të parë që po më ndiqni. A ngrive gjakun? Vajzave të dytave apo le vajza? Dhe ty apo le. 20 vetë të filloj të protestoj si ty, bëna ti që kryeministri. Jo, sepse kam një do dali Renea me antiplumb dëgjoj. Jo, po tash nuk ka, ishte tjetër. Nëse, më fal. E lem Tiranën. Djali e ka për herë të parë. Djali është i rinë këtë detyrë, e ka për herë të parë, nuk është si Sali Berisha që e ka për 3-ën, 4-ën herë. Okej. I ri është djali të mësoj. I është futur librave. Do bëhen vrasje tjera, do kej shkollë të përgatit. A mësoj ai tjetri duke prishur Shqipërinë? Po. Të mësoj edhe ky duke prishur Shqipërinë. Okej. Kalim një moment tjetër të lutem se një moment të bukur. Një moment të bukur. Ikim në një qytet të bukur, një qytet që ka pas bugenvila, po që ka vetëm pallate dhe matrapike, po. Jemi pranë? Nuk janë matrapik. Janë çukapikët që han krimba në beton. Janë krimba në beton. Jemi në Saranda! Juhu! Put your heads in the air! Put your heads... Ma ka pak. Ule pak zërin. Regjia pak vajzat që janë këtu. Vajzat janë këtu, nuk mundet të tentojnë... Sepse japonezet nuk e din ku është Saranda. Aq më tepër Delvina. Po Hiroshimën, e dini ku është Hiroshima? Edhe Nagasakin e dini. Edhe Nagasakin e dini. Bukur, pra jemi në qytetin e Sarandës. Moj Sarandë, moj Delvinë. Saranda e bukur, po Delvina mori ligjëri. Kush ta prishi bukurinë? Autobusat shkojnë e vinë. Bravo. Do mos atëre. Në fakt, qasja jonë sonte është në mjeksi. Pse e them këtë? Ka spital Saranda? Orë. Ka? Orë bëdolla. Ka. Kam shku në Sarandë vetëm për t'u plazhit, vlla, s'jam smur asnjë. Po shiqyr që nuk ka kap ndonjëherë kjo. Jo, ka ushqimet kontrolluara, nuk i marrën tokë. Okej. Pra, në fakt është premtuar mjekësia falas, nuk jam për të folur për këtë sepse po si jo kur qefen vicat. Do kohë ndoshta të bëhet, nuk jam nga ata që besoj që mjekësia falas bëhet për 6 muaj, 1 vit, 2, 3 apo edhe 4 ndoshta. Ka një objektiv të madh për ta bërë inshallah e realizon. Por sot sistemi mjekësor funksionon në 2 mënyra. Ato që kanë libresë shëndetësore, pra që shkojnë në paraqisin libresën dhe nuk paguajnë asnjë lek, nuk paguajnë. Marrëdhënie me shtetin, ëh? Dhe ata që nuk kanë libresë shëndetësore, por kanë 50 në portofol. Jo. Shkojnë tek kjo recepcioni i spitalit, për llojin e vizitës paguan 20.000 lek, 15.000 lek, 30.000 lek varet. E keq kupton publiku. Ka këta që kanë libresë, edhe këto që kanë dhe ata që nuk kanë libresë i dashur. Po pra që kanë një tuftë të vogël me 50. Jo, ai që nuk ka libresë paguan një shumë prej 1.500 lekësh të reja ose 2.000 lekë të reja në spital. Ja paguan shtetit, jo mjekut, shtetit. Të pjerdh spitali po s'pati libresë dhe as lek? Flas si funksionon, si është... Ore, si funksionon, me letra ja kemi kalu Zvicrës ne. Aty ku shkon që ndodhë? Jo. Qiko, që se ky është do të më qërrolepsi. Po 4-5 vjetë që po si patët palosur anë gjep? Jo. Një pak vetë pacientët aty në spitalin e Sarandës, që konfirmojnë që kanë nga me libres, janë dhe pa libres. Që ta kuptoni, ju gjanë me dini vetë, po nese, me që jemi në Sarandë, një pak hapin e parë. Jemi në qytetin e Sarandës në spitalin Petronako. Do të pyesim se si është shërbimi në këtë spital, me pagesë apo falas, ashtu siç është premtuar edhe nga qeveria në pushtet. Përshëndetje, si është shërbimi në spitalin e Sarandës, me pagesë? Mua jo, mua më është bërë pa pagesë. Unë flasë për vete, se jam shtruar mbi 10 herë, po nuk më është bërë me pagesë. Keni paguar? Jo, unë s'kam paguar. Jo, kam librezën. Nuk keni paguar asnjë lek? S'kam paguar. Ty pyesim rreth shërbimeve në këtë spital, janë falas apo me pagesë? Ata që janë të siguruar falas, ata që janë pa siguruar paguajnë tarifat përkatëse. Ku duhet pritet fatura për të bërë pagesën? Faturat priten këtu. Këtu në recepcion? Po, pagesa bëhet tek Arka. Tek Arka? Dhe më pas shkon tek mjeku që... Te mjeku. Arka e spitalit, na i tregon pak procedurën për gjithë ata që s'kan libreza dhe duhet të paguajnë kundrejt shërbimeve që marrin në këtë spital? Çdo person që është pa librezë shëndeti duhet të presë një faturë te recepcioni dhe këtu bëhet pagesa. Të gjithë ata që janë me librezë shëndeti nuk kanë nevojë të presin asnjë lloj fature, thjesht bën një regjistrim, edhe një vulë te recepcioni dhe asgjë tjetër. Jo, falas. Çdo gjë falas. Falas. Deri tani na i falas. Këtë je pas të shumë, se si do vej. Tani ju keni bërë një vizitë dhe çdo gjë... Po, deri tani jemi në rregull. Jemi falas, nuk na... S'kemi dhe në as lek, as gjë.
Dhe na kanë shërbyer. Keni librezën shëndetësore? Po, patjetër. Çfarë populli i lumtur? Ta ishin populli që thonin ku me dhe, ku me librez, ku me populli i lumtur, çfarë populli socialist? Po si splati asnjëri asnjë ankesë. Atje ka, më thënë, është deputet zone, Luiza Iku, më thënë, nuk është me u dha dorëgjën, do vi një tjetër, nuk di sa kush ka radhën. rregulla në Sarandë. Po shko gdhim atje më budalla. Po çfarë populli i Koço ti, koço unë, ndalu koço se kam pak Po jo, punë. më pëlqeu populli i qeshur. Sarandiotët ashtu janë Sarandiotët. Janë populli i urtë. Po që nga përjetuar në Sarand. Po si jetë në shtëpi Sarand, jetosh në Delvin. Bravo. Nese. Mi po që thoni ju, jemi në spitalin e Sarandës? Dini ju si bënë të rakia? Jemi mo në spitalin e Sarandës. Bravo. Ne nuk ishim librez për të bërë një kontrol për... Se të shi po ta them kam hatë se imi pusho zemra. Qarë? Një vizit për zemrën. Një vizit për zemrën. Pra, kemi vajtë këtë doktori zemrës. Ua, në Sarand. Problemi ishte këtu. Do të telefoni doktorin duke. Është doktori, jo, nuk kam probleme me zemrën. Atëherë, nga udhëtimi gjatë që bëm nga Tirana në Sarandë, na kapi zëmbra. Zëmbra? Të kapi zëmbra rrugës? Po shu është pure hap pachen. Ose si i thotë thomaj, stokardia. Kardia mu. Zemra ime. Më falë, ti këtë po e thua për popullin minoritar që jeton atë zonë. Ne file. Pra, stokardia, si i thoi dhimbje, më thomaj. Dhimbje. Më falë, zemrës si thonë stokardia? Stokardia, po. Që i qas gjetën... Kardia mu. Zemra ime. Zemrës si thonë kardia mu? Po jo ka kardimi, no, kardia e do të më shmenë. Më falë. Zjetën fjallë tjetër, o që ke? To grekërit, do e them, se to grekërit, se e quaj zemrën me një pjesë tjetër trupit. Ja, la populli që biqëm. Okej, atyre, po, të shi... Kështu duan të quaj dhe pik, të puketi me do, kardia duan të quaj, po. Respekt maksimal. Nese, bajtëm ke jatroj kardiasme. I kujt? Jatroj kardias. Doktori zemrave. Bravo. E ke nga stresi, tha e nga rruga, dhe në fund fare se ne s'kishim librez. Pra u futëm që fillim pa fatur. Bajtëm drejt e ke mjeku, se ka disa shkeli këtu, kupton? Dhe në fund fare, tham, doktore, është të tyrojme një gjë. Pa ta shqit, sa Kardiaja, it's good. Kardiaja s'ka problema, dhe pak gjumë shumë. It's okay kardiaja, it's okay. Ishe kala kardia mu? Kaluqi ka thaj, më thënë është mirë zemra ime. Ju greke shumë fjalli përzini me një. Atere, jo, dhe njoni doktorin vetë se më thoni mu pasaj. I tha, doktor, të tyrojme një gjë, sa të letë ty në kardian tënde, dhe? Sa të letë ty në zemër, të më thënë, Varet sa ka kardian djetë. Në këtë rast, kardiaja e shtetit është vetëm 20.000 lek. Që duhet paguash në shtet. Shteti mashallah kardian. Kardian, po. Ndërsa, jatroi kardias tha, mua më jep një 10 që tha, se kardian e vogël. Ndigjeni jatroi, ndigjeni, atje në Saranda. Ndigje. Cardiolog ndesha. Vizit, un po' di posto una macchina per te, via su me. Un mese? Non lo trovo. Questo sì. Raje porta zemra, Marija mes. Non ci credi che te. Nuk e si të pish gjithë nga kjo kopre të ashtë. Do e gjithmonë. Shkosh në farmacit, marrësh këti lash, edhe kesh në gjep këtu. Ku ke stres kështu, dhe pish gjithë në kopre. Këto bëshke informacija, shumë për më dojtë të ju. Të dojmë gjë? Po su me ka shqipë në gjithë. Me të shirë, po është se s'ke gjithë, s'doj kësh, po është se... Jo, ju të dojmë gjë, po... Ta shti me dederim, po të shikosh të edhe dhe me 20.000 lek, po o ti do japë sa të duash. Sa zakonisht japë?
Po, ne përsa të duash ti dhe shis. Jo, për presari, për Jem një 10.000 lekë. Hajde, më pash. Hajde më pasën të të, në qanë. Këtu më nuk e ti. Shko me rilasin tu të farmacia, po shushi dhe... Direkt pjejnë, visin e kohë. Direkt kohë. Ule quna, ule, a mos e mdim kardjaja, ule qëke. Falas, por një vice... Ja, një sekund, se do t'jemi të sakë në këto gjëra, në nuk mund të nëzitojmi. Lesa të duash, në shtet... 20 që. 20 që. Këtu le 10 që. Se, po ta veshëre doktorin e kardjas atje në Saranta, do t'jap gjys kokre. Gjys kokre. Pra, gjysëm. Që mos të dhëmbi kardjaja. Po, edhe i tha, do pagush gjys shmimi, që mos të dhjemi prap kardjaja. Po, doktori, se i tha ilaqet... Qa keni, vajza? Fiçkolloj pak. Më falë, doktori, për këto ilaqet e kardjas, se i tha të farmacia aty, shkosh të farmacia kuj... Mos u merë atë punta që të lutem. U ka vetëm i Mos yn, se këshiko, tu ha pasapi duhet ndalim në gjitha fenomen... Ja, të lutem. Më falë, si fëmimi stres jam, kam një pyetje. Po më thuaj. Ky doktori, jo vetëm që nëzori shtetin 20.000 lek minus, që si mori shtetin ark, por, mori edhe një dhiqe e futike... Si i thëj në 10-ës më thëmaj, 10-ës. Dhe kaj, dhe i 10-ës me dhe kaj e kanë. Kanë dhe një pa dhe kaj këto, po. Dheka, jo dhe kaj, apo dheka. E ka mirë dheka. Që i kanë grekët? Dheka, kardja, palikari, që i kanë gjitha. Vjeqes i thogën... Qa kini me u shkri këto? Më falë, vjeqes i thogën dhe kaj. Jo dhe kaj, dheka. Esta dheka? Dheka mër dheka. Dheka. To dheka me to, si thënë gjepit mëre. Gjepit? Se, to gjepi. To gjepaj? Gjepi. Jo, gjepi është baba im, to gjepaj. Gjepaj, oke, pra. Qa keni mi goca? Goca. E shiko se gjua e bukur gjua greke. Po qani apo po qeshni? Plot me figura. E mëson për 2 javë. Po se 3 fjalët kryesore këtu. Po grekët ka një shprehje. Grekët ka një shprehje interesante që thënë gjua e huaj mësohet në krevat. Po si jo. Thoma glisës të krevati. Kështu është më thomaj. Apo e futa. Në qoftë se 30% të fjalëve përdokan atë që përdoni ke zemra në krevat do mësohet, s'ka ku do mësohet. Largoni hava nga ekrani. Mos qesh mo. Se. I kërkojmë falje gjyshëve dhe gjyshëve. Nese, pra, të ndalen pagun para se të shkëputemi, se kam dhe një reagim të drejtorit, që flet për situatën. E rëndë situatë. Pra, duhesh e prerë kupona atje poshtë. Që shteti të marri 20.000 lek. Bravo. Shteti mori lesht në këtë rast. Që ke përfisë. Kozmaj, ti thomaj, po leshit që i thona po së ti. Themi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.